Thash që Islamin edhe Mehmetin ja ktheva turkut përsëri. Mi ka dhonë me dhunë, unë të kthej me qef. Në kish është shtëpia e Zotit. Edhe kisha është 600 vjet para fesë muslimane, është feja krishtere. 600 vite. Edhe në kish flitet shqip. Do të thonë xhami, dohen gratë, dohen burrat edhe fjalët arabisht. Përshëndetje. Unë jam Sokol Halil Shala, isha Sokol Mehmetaj dhe tash jam rikthyer në fenë të parëve me 4 maj. Jam konë në Gjakov, edhe aty ka ardhe, aty e frymëzimi që ka marrë, është ardhe busti i Gjergj Kastiotit dhe kanë vendosur në Gjakov. Edhe isha aty pjesëmarrës, edhe pava një entuziazëm, patë edhe shqiptar arbresh për Italie, edhe keni atmosferë, një frymëzim, një gjallërim këtë shqiptar, edhe aty më lindi ideja, thashë unë e pres Gjergj Kastiotin, kryetrimin tonë. Edhe unë me qëndru në fenë e Sultan Muratit, kur ky ka luftu me Sultan Muratin, thash dyja nuk shkojnë, edhe kështu që të nesit me 5 maj, jam shku me 2 kushërit mit, 2 janë shaljon, na jemi këtë për Pesniqit, njëri në kom bashkë Mehmetaj, tjetri është Mahmutaj, jemi shku me 5 maj, jemi pagzu në mënyrë vullnetare, pa dhunë, pa pare, njeri kur ka argumentin në dorë, është lehtë me fol. Se qëtë argumentin të avalin edhe e elaboran. Edhe nëse dikush mendon që i marrin pare, letë vinë në rreshtë në lapërshnik, letë pagzohet edhe letë presin që i marrin pare. Por jo, këtu nuk ka pare. Kjo është lidh me islamin radikal në Kosovë, se thashë unë kur në jetën time se kom pas normal më vonë me këto gjona. Tash unë vitin e kaluar jam i moshës 6 vjeçare. Jam grupetçar për vitet 91, aktivist i qeshës kombëtare, jam qenë kryesor i shoqatës në Tiranë, i vetëm modë, kështu që kam një bagazh të mirë, edhe kem kontribuar kur luftë me financa me gjitha, edhe çka kom menuar dhe sot vetëm për çështje kombëtare. Po unë jam pagzu që thash vitin e kaluar 5 maj, para 5 muajve pagzu vllave 2 të mësmeje, dhe sa vitin e mi që kom pas pagzu me vite. Edhe unë kur jam pagzu, si kom tërgu familjes, as që bashkëshortes time, na jemi kont përgatit, po jo për rikthim aty për aty, edhe kur jam marrë kom tërgu këto gratë femne, gjithmonë janë më konservatore. Edhe kur jemi kthyer aty Pesniqit në fenë muslimane me dhunë, edhe 100 vite gratë tona e kanë marrë kyçën në qafë, se ato janë konservatore. Edhe sot janë më zonë me këto gratë, janë më të vendosne. Po, tha, pse se më ke vetë, thash, ta di mendimin, edhe me të vetë, edhe me më thonë jo, atë edhe bim kontradita. Thash, unë e kom kuj këtë punë, edhe jem që më konë, kështu që ka qenë e përgatitne, po jo bashkëpartasht, o konë hezitim se ne jem familje konservatore, jetojmë bashkëti familjare, motra, farefisi, edhe me njerë o bo Sokoli katalik. Thash mirë, Sokoli është bon që e që konë. Të parë tonë janë Pesniqit, i parë janë e konë Preka. Edhe Preka i ka pas një djallë. Kur ka vërtu djallë, ka marrë Mustafa Preka. Të një Mustafa e ka lind 4 djemë, Mehmetin dhe Vishin, Amos me dhe Sinanin. Edhe të ne kemë me Mehmetaj. Në përgjithësi, në kanë pëjtë mirë se da Islamin se kemë praktiku thuja fare. Kush për neve së shku në xhami, nuk ka falë, absolut, se mi morë batun. Edhe o konë, nona është 80 vjeçare, Luke tha, pse Luke, thash, Luke që e më konë jam, edhe tash linë pyetja për shembull, tu e pa Islamin radikal, tu i pa do pisllaqe që neve s'ta kanë hije. Edhe tu ta shoh Skënderbeun, tu shoh Nën Terezën, tu shoh komin, tu ndjek flamurin shqiptar, normal se na reagojmë. Edhe këto janë arsyet kryesore që sikur mos kishte Islamin radikal, unë që shëmoj me këtë punë. O konë Islam tradicional, i buti urt, edhe vazhdojmë tutje. Amo, spori është që e kom ndrua dhe në pjemnin, edhe ju thash dhe familjarve, edhe jemi në qatë rrugë, parafrasisht më këthyju këtë familja, thash që Islamin edhe Mehmetin ja ktheva turkut përsëri. Mi ka dhonë me dhunë, unë për kthej me qef. Edhe dallimi, nëse shkoni në kish, një mesh, ju që ndoshta ju nuk i konë. Në kish është shtëpia e Zotit. Edhe kisha është 600 vjet para fesë muslimane, është feja krishtere. 600 vite. Edhe në kish flitet shqip. As një fjalë, as latinisht, as gjutuj, është shqip, edhe këtë fjalë për mirësi.
një lut njerëzve, edhe anë me bëmik. Në kish nuk i urrëtie, nuk i fjalë dyta plus, dallimi se në kish shkon me familje, me gra, me çika, me fëmijë këtë familja. Edhe është një harmoni plus, kur dalin pe kishe, rrinë, njoftofen, moti edhe janë njoftuar një edhe në martuar moti, se s'kan pas internet sikur tash. Do son xhami, dohen gra, dohen burrat edhe fjalë arabisht. Tash vetëm me bëni bisedë në familje ose me disa persona, 50% i ke fjalë turke dhe serbe. Barbarizma. Se thonë nga mashallah, është fjalë arabe. Po ne ke fjalën shqipe, dukov zoti, trut zoti. Pse thon akşam, mbrëmje, natje. E kem gjuha shqipe, gjuhë 6000 vjeçare është e vjetër, shkencarisht. Kur kanë ardhur turqet me pushtu shqiptarin, duhet se kanë universitet 1300-ën, 1400-ën. Jemi një popull me një traditë shumë të lartë, e është kesë me u gjuhën shqipe me gjuhën e huaj. Mesazhi im është që së pari është shqiptaria, adetaria, edhe me praktis kulturën e huaj turk-arabe, kulturën e lirë dardhon evropiane. Me ecë përpara edhe sa ma e nalt shkolla, feja bjen të poshtë. Sa ma e ulët shkolla, hyp feja.